Qeveria planifikon të japë bonus për pensionistët edhe këtë fund vit. Vendimi pritet të merret nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit pas muajit shtator. Vendimi vjen pas nisjes së zbatimit të skemës së re, e cila parashikon rritje mujore të pensioneve. Por nga kjo formulë, rreth 90.000 të moshuar u përjashtuan nga rritja. Në total marrin bonus mujor 727.000 pensionistë, ndërkohë që në vend janë gati 770.000 që janë në total. Vetëm 36% e tyre do të marrin 1.800 lekë në muaj, pasi pjesa dërmuese gati 41% do të marrin 800 lekë, ndjekur nga 10.3% që do të marrin 1.000 lekë e pjesa tjetër janë në vlera 600 deri në 700 lekë. Nëse skema do të mbetet e tillë, numri i pensionistëve që s'do të përfitojnë do të rritet në 2027, pasi vlerat mujore të bonusit do të dyfishohen. Ndërkohë, fundjavën e shkuar, Ministria e Financave njoftoi se rreth 167 milion euro që nuk u shpenzuan vjet janë depozituar tashmë në llogarinë speciale të Fondit të Pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Fondet që kalojnë në llogarinë e Bankës Qendrore mund të përdoren me vendim të Këshillit të Ministrave për të mbështetur pensionistët, qoftë për shpërblimin, por edhe për indeksimin e tyre.